Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do të kushtojmë një çështje shumë të lezetshme, por në fakt edhe shumë të rëndësishme të shëndetit të njeriu, që është shëndeti i dhëmbëve. Më saktësisht sot do të flasim për facetat edhe për estetikën dentare. Për këtë arsye kemi të ftuar doktoreshën e stomatologjisë me magjistraturë në estetikën dentare, doktoresh Vesa Amita. Doktoresh, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se gjeta, faleminderit për këtë prezantim kaq të bukur. Kënaqësia është plotësisht e imja që je sot këto, kom pas shumë dëshirë me të pas dhe më vjen shumë mirë që e gjetëm kohën edhe u koordinuam që jemi bashkë. Gjithsesi është mësi. Doktoresh, për ata që nuk e din çfarë janë saktësisht facetat edhe kush kualifikohet për me bë facetat, a mundesh me ju tregu pak më gjerësisht për shkak se ka shumë dezinformata shumë të rrjetet sociale dhe shumë keq kuptime në mesin e pacientëve. Po, faktikisht facetat stomatologjike, apo siç quhen ndryshe veneers në gjuhën angleze, janë restaurime apo faktikisht pjesë që ndërtohen prej materialeve dentare e që vendosen në shtresën e jashtme të dhëmbit. Në shumë prej rasteve nuk ka nevojë dhëmbi të dëmtohet, mirë po sigurisht krejt kjo varet prej rastit, prej pacientit. Kështu që jo nuk kualifikohen të gjithë pacientat për këto facetat, për arsye se ka shumë pacient që i kanë dhëmbët jashtë harkut, edhe që kanë dëshirë me bë diçka kozmetike apo estetike në mënyrë shumë të shpejtë, e që ta mundsojnë procedurat e tilla si facetat. Mirë po, kur dhëmbët janë shumë jashtë harkut, preferohet të drejtohen së pari, do të thonë me aparate ortodontike apo me proteza, e pastaj të korrigjohen në mënyrë kozmetike nëse ka nevojë forma. Mirë po, në përgjithësi, nëse pacientat i kanë dhëmbët më të vegjël, kanë hapësira në mes dhëmbëve, atëherë kemi mundësi që t'i bëjmë të vendosim atë shtresën që quhet facet, edhe ta rregullojmë faktikisht estetikën e buzëqeshjes. Meqense je për shumë vite në kontakt me pacientat, po je edhe shumë prezente në rrjetet sociale, cili është miti më i shpesh që dëgjon lidhur me facetat? Lidhur me facetat, miti më i shpesh është se gjithmonë janë pa gryerje të dhëmbit, gjithmonë bëhen pa heqje të strukturës së dhëmbit, dhe kjo, siç e thash më herët, nuk qëndron. Për të bërë puna mirë, atëherë duhet që ne faktikisht ta projektojmë vendin ashtu që ti porosisim facetat tek tekniku, ose në shumë prej rasteve dhe i bëjmë me dorë të lirë, në mënyrë që të duken bukur. Kështu që ka shumë reklama që plasohen nëpër media sociale që janë non-prep veneers, pa gryerje. Mirë po, shumë prej tyre faktikisht rasteve nuk kualifikohen me faceta pa gryerje. Tjetri është që po shkojnë Turqi me bë faceta. Kjo është edhe një prej gjanave të zakonshme që e gjejmë nëpër media sociale. Kur kthehen pacientat e shohim që ato janë faceta fare, ato janë kurora dhe veshje totale të dhëmbëve. Do të thotë i shesim për faceta, ndërsa faktikisht trajtohen me kurora që janë shumë më invazive. Kështu që duhet me qenë sy hapur faktikisht në informatat që i marrim. A është më e kushtueshme ajo që bëhet në Turqi, pse e bojnë ata veshjen në vend facetave? A paguan më shumë pacientin këtë rast për veshja apo për facetën? Faktikisht pacienti mundet me pagu njëjtë, sa i përket pagesës. Këto janë materiale që zakonisht është i njëjti material që përdoret për facetë dhe për kuror, kryesisht po them. Mirë po, e paguan në mënyrë biologjike më shumë, faktikisht ku më shumë strukturë. Edhe arsyeja pse dentisti vendos me e bë kuror në vend se facetë është sepse nëse e preparoni themi ne në gjuhën e stomatologjisë, mirë po shprehna kështu që me kuptu pak më lehtë popullit që e dëgjon, nëse gryhet dhëmbi shumë, atëherë jep hapësirë më të madhe teknikut për me bë estetik më të lehtë, do të thonë më lehtë me realizu estetikën e kurorës. Ndërsa për facet duhet me qenë ekspert për me e punu aq të hollë dhe aq të bukur. Kështu që për me pas më të lehtë ata vetëm e gryen dhe me shumë shpejt dhe shkaktojnë faktikisht edhe traumë dhe humbje biologjike tek pacienti, për me pas mandej të lehtë me e vendos një kuror, kështu si klëf që
i themi, edhe me realizu estetikën. Kjo pjesa e gryrjes është pjesa që pacientët i frikson mas shumti dhe shumica e kanë këtë dilemën sa po më largon prej dhëmbit natyral. Sa realisht largohet ose sa gryhet dhëmbi natyral për me vendos një faset? Fasetat që bëhen në mënyrë korrekte janë dikon afërsisht 0.2 deri në 0.5 mm gryerje në shtresën e jashtme të dhëmbit. Do të thotë jo rreth e përqark, mirë po vetëm sa të bëhet vend në shtresën e jashtme që të vendoset ajo. Si thash edhe më herët, ka raste ku pacienti ka dhëmbët e vendosur më brenda, në ato raste ka mundësi që as nuk gryhen fare. Mirë po, në përgjithësi, faseta duhet të gryhet rreth 0.2 deri 0.5 mm. Për ka një opsion i mirë për cilat raste fasetat no prep ose pa përgatitje? Faktikisht këto që janë tek pacientët që i kanë dhëmbët më brenda, faktikisht dhe po dëshirojnë me pas harkun më të plot, faktikisht me pas a fuller smile në gjuhën angleze. Faktikisht në ato raste atëherë vetëm shtohet nga një shtresë edhe këtë shumë lehtë shpjegohet nëse e bën një analogji me thonjët. Faktikisht janë si press on nails, ashtu thonjët mbi thonin, ose contact lens veneers, faktikisht sikur se thjerza e syrit. Ajo është koncepti, ajo është ideja. Faktikisht janë të holla dhe mbi strukturën. Çfarë avantazhe kanë materialet porcelan ose kompozit, ku rekomandohet cila? Faktikisht janë dy materiale me të cilat realizohen fasetat. Materiali kompoziti është mbushje, faktikisht mbushje të cilat mbushen edhe dhëmballët, mirë po janë linja më estetike të kompozitit, të cilat lustrohen edhe japin estetik përfundimtare më të mirë, me të cilat punohen fasetat e kompozitit. Avantazhi i fasetave të kompozitit është që gati asnjëherë nuk ka nevojë me u preparu apo me u kry dhëmbi, për arsye se materiali kompozitit e duron atë hollësi edhe më të hollë se sa porcelani, ndërsa këto të porcelanit apo emaksit e kanë trashësinë e caktuar e cila i mban stabile. Për atë them 0.2 deri 0.5 mm, ndërsa kompoziti mundet me shku edhe deri në pikën 0, duke u modelu faktikisht 0.1 mm. Kështu që avantazhi i kompozitit është se bëhet në të njëjtën ditë. Faktikisht unë punoj shumë trajtime të tilla ku pacienti vjen në mëngjes dhe ja transformoj buzëqeshjen brenda ditës me faseta nga kompoziti, sepse bëhen me dorë të lirë dhe direkt nga unë. Kjo është avantazhi tjetër, faktikisht që e ndryshojmë buzëqeshjen për një ditë. Avantazhi tjetër është që për mendimin tim duken shumë natyrale, e kopjojnë atë duken e dhëmbit natyral. Forcia e kompozitit është shumë e ngjashme me forcinë e dhëmbëve natyral. Faktikisht në okluzion apo në kafshim nuk është që e damton dhëmbin opozitar. Kështu që është shumë material i mirë për gojën. Ndërsa materiali i porcelanit apo fasetat e porcelanit apo qysh populli tash po e ndin shumë këtë termin emax, që kryesisht faktikisht bëhen me emax, ato duhet gryrje minimale, kryesisht, për arsye, siç e thash më herët, të trashësisë së duhur për me qenë stabile si faset. Ajo një, e dyta nuk bëhen direkt në të njëjtën ditë, mirë po gryhen dhëmbët, skenohet goja, dërgohet në mënyrë digjitale tek tekniku i punon dhe pastaj vendosen afërsisht 7 ditë ose 10 ditë pas. Tash, sigurisht edhe këtu mundemi me hy shumë në detale edhe mënyra e punës time është edhe më e detajume se sa vetëm 7 ditë apo 10 ditë. Thjesht unë kam dëshirë që me pacientin me bën një test, provë, që me e siguru me qenë se është procedurë e pakthyeshme, po kryejmë në mënyrë të pakthyeshme, kam dëshirë që fillimisht me pa dizajnin, paraprakisht me fol me teknikun, në mënyrë digjitale me pas se çfarë dizajni kishim mujt me arrit, para se faktikisht me shku deri te gryrja. Krejt këto dojnë kohë e termine më të shumta për me arritë një qëllim i caktuar, një estetik, me ndryshu një estetik. Mirë po,
materiali i emaksit apo porcelanit, një avantazh kryesor që e ka është që materiali si material është shumë i fortë dhe shumë stabil ndaj pigmentimeve. Faktikisht nuk pigmenton prej shprehive që i kanë kryesisht shqiptar duhanin e kafën. Kështu që nuk pigmenton edhe e mban ngjyrën stabile dhe është më afatgjatë se sa kompoziti. Literatura e jep dikon afërsisht 5 vite jetë gjatësi për kompozit, mirë po rreth 10 vite për pasetat Emax. Qysh e vendosni ngjyrën edhe formën e fasetës në mënyrë që me u dok sa më natyrale pamja përfundimtare? Faktikisht, për mu është shumë e rëndësi kur vjen pacienti me e pas një kontroll relativisht të gjatë edhe konsultim relativisht të gjatë me të, me e pas dëshirën e pacientit, se në fundit është dëshira e pacientit e cila vlen edhe respektohet. Për mendimin tim, gjithmonë kam qef me shku më nga natyralja dhe gjithmonë pacientave ju jap mendimin tim. Mirë po ngjyra në përgjithësi, rregullat e ngjyrës janë që fasetat nuk guxojnë me qenë më të bardha se e bardha e syrit të pacientit, sepse duket që diçka nuk është në rregull. Kjo sa i përket ngjyrës, sigurisht shumë në bashkëpunim me pacientin ne vendosim ngjyra përfundimtare, mirë po kjo është një rregull. Tjetra sa i përket formës, edhe forma shkon në përshtatshmëri me fytyrën e pacientit. Ka shumë studime stomatologjike të cilat thonë që forma e fytyrës së pacientit duhet të merret parasysh me formën e dhëmbëve. Unë kam dëshirë që mos me i ik formës natyrale të pacientit, vetëm me e perfekcionu. Kështu që thjesht me pacientin e diskutojmë punën e formës shumë paraprakisht, edhe në mënyrë digjitale tash kanë dalë shumë aplikacione të cilat edhe teknikët, po edhe ne i kemi, edhe me një foto të pacientit ne mujmë me dizajnu afërsisht se si ka na dalë buzëqeshja me forma të ndryshme. Edhe faktikisht me marr aprovimin para se me i hy procedurës të fasetave, edhe me analizu faktikisht para se me i hy me procedurën. Tëna është shumë problematike për gjithë profesionistat shëndetësor. Besoj që jo vetëm, po flas për këtë sektor që unë e njoh, sidomos kur është fjala te estetika, sepse ndonjëherë kanë kërkesa që nuk përshtaten me parimet ose me parimet e mjekut, po ose edhe me rregullat ose me protokollet e përcaktuara. Edhe është shumë vështirë se në fund kur të thot po është e jam, ja unë e bëj çka du, edhe në fakt përgjithësia është atij që është e bo, është unë thon fytyra jam, është kur del jashtë edhe nëse unë kam bu në ty një tretman që ka bu keq, ti në fund tu e dita ma ka bu nuk thunë kom lyp, edhe sido që tjetër shumë etike është shumë vështirë këtu me gjetë një farë mesi që me kry punën tonë më së miri, po që me bind klientin ose pacientin që kjo është më e mira për ty. Por mu personalisht me qenë se unë mas shumë të merrem me lkurën, është shumë problem me i bin njerëzit me najtë të natyralja, me mirë mbajt para se mu bu diçka për me intervenu pak ma shumë ose të sasia e fillirave për shembull. Ato kanë shumë efekte anësore të shëndetit. Nuk është çështje veç pamja, dhe kur tham unë që profesionisti duhet me pas limitin, me thonë stop, çto sta bëj, kanjëherë duhet mi u thonë njerëzve jo sta bëj. Besoj që të rregullatilla ka edhe te fasetat, për shembull, a mundet me i boni me thoni person unë po du vetëm që dhëmbin e parë ose dytin ose pe du tretin, apo ka në rregull sa duhet paralelisht, a duhet mu bu krejt dhëmb paralelisht? Faktikisht vetëm dhëmbët që pacienti ka dëshirë me i ndryshu ose ka nevojë, unë shkoj prej mënyrës më konzervative, se sigurisht ka disa propozime kur vinë pacientat. Ka raste ku me të vërtet vetëm një dhëmb i ka ndryshu ngjyrë, ajo është që po i pengon atë e bëjmë. Duke ja shpjegu pacientit që për shembull, nëse ka probleme tjera estetike, duke ja shpjegu që që simetri nuk e ki në vend, po e trajtojmë vetëm këtë dhëmb, po e bëjmë simetrik me dhëmbin tjetër. Mirë po, ta dish që mandi kanë me të nisë me të ronë sy edhe këto pjesë tjera që janë simetrike. Përderisa jemi okej, dakordohemi, vazhdojmë me atë. Mandi ka po që insistojmë, po du vetëm 4 ose vetëm 6, ndërsa unë e shoh rastin që veç me 4 dhe veç me 6 nuk ka me dalë mirë estetika përfundimtare. Sigurisht ja shpjegoj këtë pacientit edhe mundohem shumë në atë pjesën që thash më herët kontrollës, e kam iPadin, ja bëj foton edhe mundohem me laps me ja shpjegu se çka po mendoj, se si ka me dalë. Edhe kam pas raste se sigurisht kam përvojë si vjet është viti 15 që e kam ordinancën, klinikën, edhe kam pas përvoja të tilla ku pacienti pasi që e kemi bërë trajtimin, fatmirësisht
kanë qenë me shtim e jo me heqje, ju kanë duk dhëmbët më të mdhenj, edhe ose për shembull ka desht me i shtu edhe disa tjerë, okej, kemi shtu edhe disa tjerë. Mirë po mundohem që paraprakisht m'ja shpjegu këtë. Një e mire mediave sociale, mendoj është se shumica e punëve, gati secilën punë që e bëj, e plasoj në media sociale, në për Instagram stories, ose bëj video me të, edhe ashtu krijohet një farë filteri. Ka shumë pacienta që e shiqojnë punën e një doktorit online, edhe shohin se unë punoj në mënyrë kam qef rezultat natyral. Edhe faktikisht filtrohen në atë mënyrë. Kështu që kërkesën shumicën e kohës e kam për me dojë rezultat natyral. Nuk e kam. Sa herë më vjen dikush që më lyp diçka shumë bardhë ose falc, që duket falc, i tham, a je sigur që kjo arte njëri duhon, se shumica postimeve të mia janë rezultate shumë natyrale. Kështu që një e mire e mediave sociale është që i filtrojnë vetë pacientat të cilët vinë. Çka është mock-upi? Mock-upi është ajo që e përmenda më herët, që faktikisht skenohet goja e pacientit, dërgohet tek tekniku në bazë të dizajnit se si po na merr mendja që i kishin nejt forma më mirë e dhëmbëve atij pacienti, e bën një 3D print. Prej atij 3D printi, faktikisht e dizajnojmë buzëqeshën, pastaj e printojmë. Prej atij 3D printi ne i marrim disa masa, siç e quajmë, dhe me një material temporal i vendosim në gojën e pacientit. Faktikisht edhe mock-upi, po edhe facetat nuk janë one size fits all. Faktikisht nuk bëhen këto për të gjithë njerëzit njëjtë. Bëhen apo safat, apo posaçërisht për atë person. Edhe mock-upi bëhet posaçërisht për atë person, duke marrë parasysh fytyrën, formën e fytyrës, të gjitha edhe formën e dhëmbëve aktualisht. Vendoset faktikisht me materiale temporale në gojë të pacientit, edhe pacienti mundet me e bë evaluimin faktikisht në pasqyre, edhe bashku me mu me diskutu se apo i pëlqen forma, çka po i pengon, çka kish me pas dëshirë me ndru, edhe në një farë mënyre me e testu buzëqeshjen apo dhëmbët, facetat, para se me vazhdu me i bë ato. E kom përmend me qëllim që të shprehin mock-up, se kjo përdoret edhe në industri tjera. Për shembull, don me printu kese, kutia, ata e printojnë edhe ta tregojnë dizajnin që shka mundu ka e përfunditarja, dhe me thonë e bëjnë si mostër. Është alisht mostra që shka mundu produkte, që ti para se me printu një copa me dita apo të pëlqen as po të pëlqen. Kështu që për adin kompanja që thonë që ka dul tash mock-upi të dhëmt. Dhe me thonë si prototip është pak si parashikim që shka me qenë produkti përfunditar në mënyrë që ata me ditë çka me pri. Ndoshta më mirë me ndru edhe ne, mos me thënë mock-up, me thënë monster. Unë si person që nuk i preferon mi dhim dikun, gjithmonë e kom pyetjen a dhem, dhe bëj pjesë të ata njerëz që kam pak fobi për stomatologut. A është dhëmshme procedura e vendosjes të facetave? Faktikisht me qenë se gryrja bëhet minimale ose në plot prej rasteve edhe nuk bëhet hiç, atëherë nuk është e dhëmshme, ka pacienta që as nuk marrin anestezion për këtë procedurë. Këtu duhem me cekë se arsyeja pse nuk dhem është se preparimet nga një ekspert bëhen në shtresën e jashtme të dhëmbit, që është smalti. Smalti është i fortë, është shumë inorganik, 98% është faktikisht inorganik, edhe nuk ka dhimbje preparimi në smalt. Ndërsa nëse gryrjet bëhen më të thella, prej dikujt që është pa përvojë, edhe hyjnë preparimet në dentin, që është strukturë më organike e dhëmbit, atëherë faktikisht pacienti ka ndjesi dhe po është procedurë mandej kalon në procedurë të dhëmshme. Sa kohë me rikuperimi mas kësaj procedure ose me kaluaja ndjeshmëria që krijohet pak, përse ndoshta veç prej faktit që kemi bajt gojën shumë të hapur për një kohë më gjatë, ta krijon një farë sikleti, një parahatje, mas sa kohëve harrohet krejt kjo procedurë dhe vazhdon krejt normal. Eksperienca ime është që nuk është që është gjatë, nuk në literaturë stomatologjike është rreth 1 javë për adaptim, faktikisht sensitivitet e dhimbje nuk ish desht me pas, edhe pas vendosjes, si një siklet që diçka e re është në gojë, ajo po, mirë po shumicën e kohës brenda 1 jave mësohen edhe bëhen pjesë e gojës.
E përmendëm marrë që ti preferon përveç asaj javës standarde me zgjat pak më shumë që me ardh pacienti me pa dhe derisa të sigurohesh tamam që është ajo që keni dashur dhe jo në bashkëpunim me pacientin. Gjatë kësaj periudhe ai mban pacienti dhëm të grym ose në gjendje apo vendosen me faseta të përkohshme? Vendosen fasetat e përkohshme, edhe pse një e përkohshme është shumë vështirë me u realizu kur fasetat nuk janë dhëmbët nuk janë të gryera më saktësisht, apo janë shumë pak të gryera, mirë po ne zakonisht e lëjmë të përkohshmen në bazë të mokapit apo mostrës që e kemi pas paraprakisht prej teknikut. Faktikisht ato e kemi të gatshme, po themi që pacienti pas asaj ka vendos me i punu, atëherë pas asaj grymjes minimale ne e vendosim mokapin në gojë, kështu që ai rrin me ato faseta temporale derisa të përfundojnë. Sa zgjat pravërsisht ky adaptimi i pacientit me fasetat e reja? Mas përfundimit e kam fjalën. Pas përfundimit, afërsisht një javë, nuk është më shumë se një javë, sepse këto edhe mundesh me i pastru normal, faktikisht me pej dental, me brush post, domethënë gjithçka është normale, me qenë se fasetat vendosen në shtresën e jashtme, kryesisht nuk kalojnë në pjesën e okluzionit apo të kafshimit, kështu që nuk ka ndonjë fazë të adaptimit nëse veç është rast më i thjeshtë. Sigurisht ka dhe raste të komplikuara ku ne e ngrisim kafshimin me faseta, faktikisht me onlays, me fasetat e mbrapme, e dhëmbëve të pasëm. Në ato raste faktikisht adaptimi shkon më i ngadalshëm, nganjëherë deri në një muaj nëse bëjmë ngritje të kafshimit. Mirë po në rastet e lehta e të thjeshta brenda javës. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i ke vrejt që bujnë pacientët me fasetat ose me kujdesin për to masi që ka përfundu procedurat e jo kanë shku në shpe edhe mandej duhet është në dorën e tina? Faktikisht, sigurisht si edhe dhëmbët natyral, edhe dhëmbët të cilët janë me trajtuar me faseta, duhet të pastrohen normalisht, edhe duhet kujdes normalisht, edhe pse nuk pigmentohen, prap se prap, plaku dentar apo shtresimet nga ushqimet kanë tendencë me u kriju rreth sigurisht dhe dhëmbëve, sikurse në dhëmbët natyral, ashtu edhe në dhëmbët me faseta. Kështu që ajo puna që i rregullova dhëmbët edhe tash nuk kam nevojë me u kujdes sepse janë të veshur apo të bërë me faseta, nuk qëndron. Sigurisht kujdesi duhet me qenë i njëjtë sikurse edhe paraprakisht. Kështu që gabimi është që mendojnë që tash i kam dhëmbët me faseta apo janë safe dhe s'ka nevojë me i pastru, është gabimi i madh, duhet kujdes. Diçka ndryshe ose ekstra me bo prej periudës kur i kam pas dhëmbët natyral, dhe më thonë s'ka nevojë ekstra për kujdes. Mjafton me i pastru në qysh me të njëjtat rregulla që duhet edhe dhëmbët natyral. Po, edhe sigurisht të kujdesen në qenë se janë punime të holla, të kujdesen në ushqime. Ka shumë ushqime, për shembull karrota e freskët, ka shumë ushqime të cilat janë shumë të forta, edhe mirë është me i coptu, me i pre, e pastaj me i ngrën. Edhe shprehit, si për shembull heqja këtyne kutikulave, apo dikush edhe qel gjana me dhëmb. Këto shprehit duhet të ndalen, për me u siguru që ato punime aq të holla nuk dështojnë apo nuk thehen. Nuk kam pas eksperiencë, kështu që jam shumë, faktikisht sidomos me faseta nga emaksi që është material shumë i holl, nuk kam pas eksperiencë që të thehet apo të hiqet apo të bie faseta. Ndërsa kompoziti është material më i dopt dhe din faktikisht njerëzit që i kanë shprehit e hapjes gjanave me dhëmb ose ka edhe që faktikisht kom pacient që më ka thënë duke hap shishën e bidhës. Mu ka thy, ka dhe pacientat të cilët i gryen dhëmbët natën apo kanë bruksizëm, edhe në këto raste gjithmonë duhet të jepet një mbajtës apo mbrojtës që e mbajnë gjatë natës, kështu që duhet me pas kujdes që me i mbrojt edhe ato mirë po edhe dhëmbët natyral. Çka ndodh nëse thehet ose dëmtohet brenda një periudhe shumë të shkurtër një faseta, riparohet apo duhet me fillu procedurën krejt prej fillimit? Faseta nga kompoziti reparohet me njëherë aty për aty, nuk ka nevojë me u heq, mirë po fasetat nga emaksi duhet të hiqet, sigurisht vetëm ajo fasetë e cila është dëmtu, të porositet prapë prej teknikut edhe ta vendosim. E mira është që teknik të tash sigurisht në forma digjitale po i ruajmë të gjitha fajlat. Shumë lehtë po ruhen masat, shumë lehtë po ruhet gjithçka, kështu që edhe nëse dëmtohet ndonjë fasetë tekniku e ka mundem veç me telefon me thirrë me i thënë duhet me u printu edhe me u punu ky numër i dhëmbit sepse ka dështu, mirë po me të vërtet nuk kam raste të tilla që dështojnë fasetat e emaksit.
E përmende bruksizmin pak më herët, me qenë si ke rrit gjasat me u thy ose me u dëmtu fasetat, a e rekomandon njënin material më shumë se tjetrin tek ta persona apo rreziku është i njëjtë për thyrje? Rreziku te fasetat me kompozite është rreziku më i madh për thyerje. Mirë po, fasetat nga emaksi me qenë se janë të forta, materiali është shumë i fortë, çka ndodh është që nëse nuk bëhet mbrojtësi gjatë natës, dhëmbët në nufullën e kundërt pasojnë ngryrje apo abrazion, goxha në një kohë shumë të shkurtë. E përmenda në fillim që kompoziti është material që fortësinë ka shumë të ngjashme me dhëmbin natyral. Gjatë gryerjeve, gjatë natës, kompoziti mundet me u thy, mirë po dhëmbët e natyral nuk pasojnë abrazion më shumë se sa dhëmb në dhëmb, kontakti dhëmb në dhëmb. Ndërsa kontakti faset e maks në dhëmb, natyral, dhëmbët natyral kanë me pasu abrazion apo gryrje në një periudhë shumë të shkurtë kohore. Kështu që ndoshta faseta e maks nuk kthehet, mirë po dhëmbët natyral dëmtohen. Kështu që të dyja e kanë faktikisht mirë është njerëzit që kanë bruksizëm me bajt mbrojtës gjatë natës. Çka e përcakton çmimin e materialit? Pse është njëri më i shtrajtë se tjetri? Faktikisht materiali i kompozitit është më i lirë se sa materiali i porcelanit apo emaksit. Me kompozit trajtimi bëhet brenda ditës dhe nuk shkojnë 100 termine për me u përfundu transformimi, ndërsa materiali i porcelanit apo emaksit është më i shtrenjtë, plus e ka edhe technician's fee apo çmimin e teknikut i cili po e punon. Janë disa termine, disa faza të punimeve dhe sigurisht që rritet çmimi. E përmende më herët që rrjetet sociale kanë disa të mira të veta për shkak që filtrohet personi ose profesionisti varësisht prej punës vet. Mirë po ka edhe shumë dezinformata, shumë marketing. Qysh mundet me dallu një person laik, turizmin dentar thjesht komercial, nga një person i cili po informon saktësisht dhe po e prezanton punën e vet në mënyrë reale? Unë besoj shumë në vizitën e klinike tek dentisti. Unë mendoj që mediat sociale na ndihmojnë për me e pa se për çka jemi të interesuar dhe me u informu për procedura, mirë po unë mendoj dhe besoj shumë vizitës klinike që e bën pacientit e dentisti. Edhe mendoj që mendimin real, qasjen që ka dentisti ndaj pacientit atë ditë, problemet që po e shfaq pacienti, so empatik dhe simpatik është me pacientin dhe me hallin e pacientit, se shumica tash estetika sigurisht është trendi dhe është e kërkuar, mirë po në përgjithësi te mjeku nuk shkon dikush veç për qef. E ka një hall, edhe nëse është çështje estetike, është hall që po i pengon estetika shumë. Kështu që mirë është ne si profesionist me marr me shumë empati faktikisht gjendjen e pacientit, dhe unë besoj shumë në atë vizitën e parë klinike që bëhet me dentistin. Përndryshe nuk mundesh me ditë, ka gjithçka online. E vërtet. Cilat janë ato pyetje që duhet m'ia bëu pacienti stomatologut në konsultën e parë që shkon me bëu për faseta? Shumë pyetje. Mirë, po thjesht unë kam qef me ditë problemin e pacientit. Pse ka ardhë, faktikisht çka është problematika kryesore, çka po i pengon. Ka pacienta që më thojnë veç po du dhëmbët me i pas më të bardhë. Me faseta, pse me e bët krejt atë punë, duke qenë se me një zbardhim mundem me arrit ngjyrën më të bardhë dhëmbëve. Kështu që thjesht me e tregu problemin realisht se çka e kanë, se çka po ju pengon, edhe unë jam shumë e mirë me i targetu faktikisht çato problemet pacientit që i ka. Nëse po i pengon hapësira apo s'po i pengon asgjë tjetër, e mbyllim vetëm hapësirën. S'ka nevojë me e trajtu krejt harkun nëse pacienti e ka vetëm një problem të vogël. Kështu që pyetja e parë është ndoshta më mirë është me thënë çka i tregon pacientit, dentistit, pacienti për herë të parë, me i tregu thjesht problemin për të cilin ka ardhur dhe a mundet me u bë diçka në mënyrë sa më konservative e jo faktikisht invazive. Se shumë lehtë është me propozu një trajtim shumë invaziv. Mirë po është mjeshtri me bë diçka, me rregullu estetikën në mënyrë konservative. Kështu që kjo është mendoj.
E cila është këshilla juaj për krejt ata persona që ndrrojnë me përmirësu buzëqeshjen, po janë të hezitu me marrë hapin e parë në këtë çështje për arsye të ndryshme? Këshilla është që me i bë vizita të disa dentist edhe me marrë mendimin e tyre. Unë jam për me shku të disa dentist edhe me marrë mendimin e tyre për kontroll edhe konsultim, sepse ka shumë që shoh që ndodh, faktikisht ka shumë dentist të cilët propozojnë me njëherë faseta apo kurora apo trajtime me restaurime dentare. Dhe me qenë se nuk e kanë ekspertizën tjetër, nuk shkojnë me propozu diçka më konservative siç janë për shembull protezat apo aparatet ortodontike me i drejtu. Kështu që ka shumë pacienta që kanë ardhur dhe më kanë thonë po du me i bë fasetat, unë për shembull i kam thonë a ke pas ndonjëherë proteza, ai konsultu me një ortodont. Pacienti më ka thonë jo kurse, dentisti jam ka thonë që s'ki nevojë me i drejtu. A unë e shoh atë faktikisht si problem. Dhe gjithmonë i referoj, thamë, shko te specialisti ortodont, me qenë se nuk jam ortodonte, shko te specialisti ortodont, shife mendimin një herë, edhe shife se tash në mënyrë digjitale po mundemi shumë me pa edhe me parashiku përfundimin, edhe pas drejtimit të dhëmbëve. Faktikisht po bëhen planet edhe pacienti din paraprakisht se çka pret prej përfundimit të trajtimit me aparate ortodontike. Kështu që shife përfundimin ndoshta kish me të pëlqy që ajo rrugë edhe kish me qenë më konservative. Kështu që këshilla ime është që me marrë sa më shumë mendime para se me vendos me bë një trajtim, sepse qysh thash edhe më herët, trajtimi me restaurime dentare din me qenë i pakthyeshëm varësisht prej rastit. Kështu që mos me marrë një hap të tillë, sidomos tek pacientat në moshë të re. Informandëm zbardhimin e dhëmbëve dhe është një prej procedurave ma në Covid fundit. Ku dallon zbardhimi profesional në klinika me ato setet që i bjen njerëz qoftë banatore, qoftë online ose në markete që janë për me zbardhu dhëmbin? Të sigurisht e din. Po për numër të pacientëve. Po. Faktikisht zbardhuesi është peroksidi hidrogjinit apo peroksidi karbamidit, varësisht prej prodhuesit, është njëra apo tjetra. Këto që janë over the counter apo që blehen në banatore kanë përqindje më të ulët të peroksidit të hidrogjenit edhe nga një rast nuk funksionon si duhet, ndërsa këto që janë power whitening që thirrën apo in office treatment apo në klinik, trajtime në klinik kanë përqindje më të madhe të peroksidit hidrogjenit edhe faktikisht funksionojnë më shpejt. Kisha thjesht me përmend që ka trajtime që bëhen faktikisht i pen për dentistit edhe janë trajtime në shtëpi, po ashtu që kanë përqindje më të ulët të peroksidit hidrogjen, mirë po nuk gjenden në banatore, mirë po i pen me përshkrim prej dentistit, me ato custom trays, apo forma faktikisht trokat personalizuara, të cilat mandej me direksione vendoset gjelli edhe mbahen në shtëpi. Këto janë për rastet ku pacientët i kanë dhëmbët më sensitiv, i pet faktikisht in-house treatment, dhe faktikisht edhe këto funksionojnë, sepse kanë më të madhe përqindje të peroksidit hidrogjenit se sa ato që blehen në banatore, mirë po më të ulët se sa ato që trajtohen në klinikë. Besoj ke dëgjuar shumë shpesh se shumë njerëz friksohen që zbardhimi i dhëmbëve e dëmton smaltin. A është e vërtetë kjo? Nëse bëhet si duhet, sipas direksioneve edhe sipas prodhuesit të atij produkti, atëherë nuk e dëmton. Kam pas pacienta edhe raste ku më ka thënë për mos me ndihmë trajtimi me zbardhus, më ka dhënë anestezian dentisti edhe e ka lënë me dritë, e ka lënë gjatë për me pas sukses. Kjo faktikisht është gabim. Nuk duhet me pas dhimbje në momentin që gjatë procedurës zbardhimi ka dhimbje, atë procedura duhet të ndalet edhe pacientit i jipen direksione se çka të bëjnë shpe për faktikisht me u qetësu gjendje dhe mos të shkoj deri në ndonjë proces të pakthyeshëm me pas nevojë me trajtu pastaj në mënyrë invazive atë dhëmbë. Kështu që nëse bëhet si duhet, atëherë sigurisht që nuk është e dëmshme, mirë, po duhet me pas kujdes thjesht. Sa shpesh lejohet me u bë zbardhimi i dhëmbëve? Zbardhimi profesional jo më shpesh se një herë në vit. Ndërsa këto që janë over the counter me Crest White Strips, apo tash e përmenda atë brand, mirë po ka edhe brende tjera që blehen në banatore.
Këto edhe një herë në 6 muaj janë okay. A ka persona që kanë ndjeshmëri më të lartë ndaj këtyre zbardhusëve dhe që duhet me pas më shumë kujdes ose është më e vështirë me i menaxhu? Po, faktikisht zbardhimi edhe pse duket që është një proces shumë i lehtë edhe mundet me u bë edhe pa direksionin e dentistit, unë mendoj që prap duhet me u konsultu me dentistin për me u bë paraprakisht. Ka pacient që i kanë dhëmbët më të dëmtuar, pacientët që janë më në moshë, apo pacientët që kanë pësu abrazion prej bruksizmit, kanë faktikisht strukturë të humbun të dhëmbëve, në për këto geli dhe përton geli zbardhues dhe përton më shpejt, edhe mund të jep simptome të dhimbjes. Kështu që dentisti mirë është me bë kontrolën klinike edhe me ja sugjeru pacientit se a ka mundësi me u bë në klinik, apo është më mirë me shku me diçka më të lehtë, me përqindje më të ulët të peroksidit, edhe me u trajtu në shtëpi. Qysh ndikon stili i jetesës të jetëgjatësia e zbardhimit, themi, e përmendëm marrët kafen, duhanin që na jena konsumus shumë të vaj, sa ndikojnë ushqimet mandej në jetëgjatësinë e zbardhimit? Po, ndikojnë shumë në fakt, faktikisht kafja, cigaria, mirë po edhe gjanat e shëndetshme si boronicat, edhe krejt ushqimet me ngjyrë, me pigment fort, çaj zi, çaj rusit, Coca-Cola, vera kuqe, krejt to janë pigmentus të fort, tumeriku pastaj, ka edhe faktikisht edhe erza të cilat që vendosen qite në për ushqime që ndikojnë pigmentimin e dhëmbëve, kështu që po, sigurisht ne nuk mundemi me ndalë jetën, mirë po ka tips and tricks apo këshillat të cilat kishin me e përmirësu faktikisht mirë mbajtjen e zbardhimit, siç janë kafja mirë është me u pi me çmësht, në vend se e zezë apo espresso. Për cigare veç duhet me ndalë. Duhet me ndalë nga çfarë do rasti, u veç për dhëmbë. Faktikisht edhe çaj edhe këtu faktikisht të rallohen, edhe nëse veç konsumohen gjanat me pigmentus të fort, me ngjyrë, mirë është të pihet ujë njëkohësisht. Faktikisht të bëhet ajo shpërlarja, po me njëherë pas ngrënjes të bëhet shpërlarja me ujë. Çka mendon për këto metodat popullore, soda e bukës, karboni aktiv, livorja e bananës, këto që i dëgjojmë shumë në popull? Faktikisht në fakt soda e bukës është rangu si jo abrazive. Është një tabel që munden krejt me gjetë në Google, që thirrët Dentin Abrasiveness Chart, është në gjuhën angleze, mirë po i ka të listuara të gjitha, ka dhe pasta aty, produktet që e abradojnë strukturën e dhëmbit. Edhe soda e bukës në fakt, apo soda bikarbonit është ndër të parat që është më së paku abrazive, se shumë njerëz shoh që edhe dentist që dalin për media sociale thotë mos i pastroni dhëmbët sot bukës sepse është abraziv. Në Google e gjen që është e vërtetuar që nuk është abrazive sa ne mendojmë, ndoshta. Mirë po, nëse përzihet me kampaksi, kokteje me limon e me gjana tjera, sigurisht që limoni shumë acidik, thjesht nuk bën. Ndërsa nëse vetëm tu ka harxhu pasta, edhe don me pastrimin e dhëmbëve, edhe veç vendos sot bukës edhe ujë, pa përzierje, pa livore bananës e gjana të tilla, atëherë nuk është abrazive. Kështu që janë disa gjana që siç i kanë bërë dhe para se me ekzistu pasta për mirëmbajtje, ka mundësi që faktikisht janë okay dhe jo të dëmshme për dhëmbët, mirë po sigurisht mirë është që me u konsultu me dentistin. Ideja është për shembull si te rastet të kjo soda e bukës që shumë shpesh doza është ajo që ta bën një substancë ilaçe dhe doza është ajo që ta bën helm, kështu që gjithçka që është në dorën e pacientit, unë gjithmonë jam pro mos më jalë në dorë, sepse në njësë është puna aty nësim profesionistat fushës, po edhe në ndonjë janë shumë kurioz, kanë shumë qef me eksperimentu dhe nështë aqesin sasi shumë ma shumë edhe bojnë ma shpesh se sa që lejohet, se shpesh ju thëmë pacientave nëse kanë harru një herë një dozë, dhe thënë ku e kom harru sa tableta, në thëma i ke pi 30 dit, po s'ka lidit se ke pi 31 të varësisht prej rastit, po nuk është krejt qështu bardhë dhe zë, se mujnë me pa për shumë njerëz nështë aqat qartë, po mas ne i bojnë 30 ditë zë dit edhe aplikojnë shumë, edhe normalisht që gjithmonë me pas
parasysh që do të më konsultu me dentistin edhe me përdor. A ma mirë janë ato që janë formulu pikërisht për qatë punë, se sa me bëjë si eksperimenta. Fix. Kjo shkon edhe për dozën e pastës, në fakt. Shumica njerëzve mbushin krejt brushën me pastin për reklama. Mirë, po në fakt dihet që past nuk ka nevojë me pas aq shumë, është sa një kokër e bizelës për tritur edhe sa një kokër e orizit për fëmijë. Do të thotë shumë pak më përdor për pastrim të më. Hollywood smile është një term që përdoret gjithka. Çka nuk kupton realisht Hollywood smile nga këndvështrimi i një dentisti? Faktikisht Hollywood smile ka lind prej artistave të Hollywoodit në një periudhë kohore. Vetëm artistat e Hollywoodit i kanë trajtu dhëmbët me faseta. Ndërsa njerëzit laik apo njerëzit e rëndomt nuk kanë pas as mundësi, as kushte, mirë po as punë të tilla të cilat do thot involvojnë daljen në televizion edhe me patjetër me pas një buzëqeshje të bukur. Do thot prej asaj kohe të Hollywood kur vetëm artistat e kanë bë atë buzëqeshje, ka lind kjo Hollywood smile. Tash sigurisht duke qenë që gati të gjithë jemi në për media sociale, të gjithë jemi të ekspozuar, gati të gjithë ftohemi në për televizion ose kemi platformë një apo tjetër, është trend që të gjithë me pasat buzëqeshje me faseta. Po kryesisht i referohet trajtimit me faseta, faktikisht Hollywood smile, edhe dhëmbëve që janë të bardhë dhe kryesisht të drejtë. Kështu që si term është shumë i pa definuar saktësisht. Në fakt unë punimin shkencor që kam bë në këtë krahasimin e Hollywood smile-it me buzëqeshje natyrale, me natural smile, edhe sa kam hulumtu literaturën, krejt që kam gjetë është që nuk është një buzëqeshje specifike, mirë po nënkupton dhëmbë të bardhë, edhe të drejtë, edhe në hark, edhe të plot. Mundet më arrit Hollywood smile, do me thonë nëse se bën bashkë bardhë si bora, ose nëse nuk i shkon që ato konturat e tëne. Po, tash faktikisht ky term edhe po ndryshon, po merr nuanca tjera në varësisht se çka është trendy, faktikisht çka është aktuale. Unë mendoj që Hollywood smile është edhe një buzëqeshje natyrale e bukur, e bardhë e pastër që duket e mirë mbajtur. Kështu që unë mendoj që po arrihet buzëqeshje e mirë edhe nëse nuk janë ashtu tipike të bardhë. A ka kufizim të moshës për vendosjen e fasetave, kështu kufi minimal edhe maksimal? Faktikisht ne kem dëshirë që mos me i trajtu pacientat pa qenë ata pa qenë e mundshme për ata me dhënë consent apo me dhënë nënshkrimin. Kështu që nuk është që ka kufizim të moshës, e kam fjalën mbi 18 vjeçar, është okay. Mirë, po në parim dhëmbët duhet të jenë të dalur komplet, formuar komplet, mirë po në mosha 9-18 vjeçare ashtu kështu unë gjithmonë i referoj tek ortodontja apo specialisti i protezave që me i drejtu. Nuk është që tentoj me i trajtu pacientat në aq moshë të hershme. Mirë po në parim dhëmbi që është i formuar mundet me u trajtu. Besa me sen se kemi mrim fund bisedës tonë, cila është këshilla juaj kryesore që i kishit dhënë gjithë pacientave që pretendojnë Hollywood smile? Këshilla ime është që së pari me trajtu shëndetin e dhëmbëve, shëndetin e mishit të dhëmbëve, po shoh që shumë pacienta ka që vinë me u trajtu me Hollywood smile apo me bë faseta ndërsa ju mungojnë disa dhëmbë ose kanë prishje të dhëmbëve. Kështu që këshilla ime është që së pari të trajtohen dhëmbët, të trajtohet mishi i dhëmbëve, se shëndeti është gjithmonë në radhë të parë, e pastaj të vazhdohet me estetik. Shumë faleminderit që gjeti kohën me qenë sot me neve dhe shpresoj shumë që kemi me u pa prap. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi, pyetje shumë me vend. Faleminderit gjithë juve që ishit edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil.